nuk ka alternativ tjetër të barazis para ligjit, nuk ka alternativ tjetër të bashkëjetesës në diversitet dhe të standardeve europiane të kësaj bashkëjetese. Ne folëm me komisionerën dhe për të shkuarën, e cila ne na ka mësuar në mënyrën më brutale që pse rruga e vetme e jona është rruga e Bashkimit Evropian. Ana tjetër, ne jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicioz të përfundimit negociatave brenda 2027 dhe ambicia ime, ambicia jonë është që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Dhe të mundet që kur ulen në aeroportet e Europës të hynë nga ai korridori me atë konstelacionin e yjeve, edhe jo nga ai korridori tjetër ku shkruan të tjerët.